Horoskopi ditore premte 12 dhjetor 2025. Dashi. Në këtë moment është e rëndësishme të lidhni më shumë aleanca të cilat do t'ju lejojnë të merrni më shumë rezultate nga pikpamja profesionale. Këshillohet të tregoni kujdes dhe të mos ndikoheni nga bindjet që keni krijuar në të kaluarën. Demi. Duhet të tregoni më shumë kujdes ndaj vetes dhe shëndetit tuaj, sidomos nëse keni ndërmarrë një rrugëtim të ri profesional, dinamik dhe lodhës. Duhet të tregoni më shumë kujdes për lidhjet tuaja pasi shumë shpërqendrime mund të minojnë një raport të mirë dhe të konsoliduar. Binjakët. Do të rigjeni gëzimin dhe gjallërinë e cila do t'ju lejojë që të mbyllni gjithë ato raporte as pak të frytshme, si nga pikpamja sentimentale dhe profesionale. Përpjekje të reja do t'ju dhurojnë kënaqësi të mëdha. Gaforia. Do të jeni shumë kokfort, por kjo gjë do t'ju lejojë të arrini objektiva të mëdha në vendin tuaj të punës. Një kompromis i mirë mund të lejojë që të arrini një marrëveshje të mirë brenda çiftit. Luani. Kjo ditë do të jetë një nga ato ditë të rëndësishme për gjithë ato projekte që keni përpunuar gjatë muajve të fundit. Duhet jeni shumë të vendosur në mënyrë që të jeni me këmbë në tokë. Në dashuri duhet jeni shumë kurajoz dhe të shprehni hapur ndjenjat tuaja. Virgjëresha. Parashikohet një ditë e qetë dhe relaksuese, e cila do t'ju lejojë të përkufizoni mirë disa angazhime që keni, për shkak të lodhjes nga rutina. Do të arrini të mbyllni një marrëveshje me leverdi. Bëni kujdes me shpenzimet. Peshorja. Do të keni mundësi të ideoni një projekt të ri, i cili do të rezultojë mjaft i frytshëm. Do të dini të jeni të lirshëm dhe kjo gjë do të jetë sekreti i suksesit tuaj. Megjithatë, në dashuri, këshillohet të jeni më të vendosur dhe të largoni ndrojtjen. Akrepi. Parashikohen ngadalësime të vogla të cilat gjithsesi nuk duhet ju dekurajojnë, për shkak se intuita juaj do t'ju lejojë që të mbyllni në kohë një projekt që keni nisur. Këshillohet të jeni shumë strategjik lidhur me investimet. Shigjetari. Ju pret një ditë e madhe suksesi, e cila do t'ju gjejë të realizuar në sferën profesionale. Sigurisht ka disa gjëra të pasigurta të cilat ju vendosin në presion, ndaj mos u dekurajoni. Megjithatë mund të mbështeteni tek mbështetja e vlefshme bashkëpunëtorëve tuaj. Në mbrëmje parashikohen takime mjaft të frytshme. Bricjapi. Mos hezitoni të kërkoni këshilla nga një kolegu juaj më ekspert lidhur me investimet, pasi tashmë nuk ju lejohet të gaboni më. Një projekt i juaj ka të gjitha mundësitë për t'u dhuruar kënaqësi të mëdha. Në mbrëmje mundohuni të kaloni më shumë kohë me familjen ose partnerin. Përgjithsisht parashikohet një mbrëmje e cila do t'ju gjejë më romantik. Ujori. Parashikohet një ditë e cila do t'ju lejojë që të përqendroheni më mirë në punën tuaj dhe në perspektivat e së ardhmes. Duhet jeni shumë të kujdesshëm dhe të përqendruar në zgjidhjen e të papriturave të vogla që kanë të bëjnë me realizimin e investimeve të reja. Në dashuri, do të jeni në kërkim të stimujve të rinj. Peshqit. Duhet jeni shumë të kujdesshëm me fjalët, pasi në mënyrë të pavullnetshme mund të dëmtoni një person që keni për zemër. Këshillohet të shmangni ushqyerjen e debateve të kota. Duhet të reflektoni më shumë dhe të mos përfshiheni në projekte shumë të rrezikshme nga pikpamja ekonomike.